sepse në deklaratën që Irena me disa mbiemra, datëlindje dhe pasaporta kishte bërë në fakt në zyrën e vetë, por ja kishte quar spakut dhe ato kishin harruar edhe t'i vënë firmën, rezultonte që sipas të dhënave të ardhura nga Ministria e Brendshme, nga entiteti i pasaportave, sepse ishte një entitet privat që merrej me pasaportat, por edhe nga gjendja civile, rezultonte që përveç 3 mbiemrave që ne kishim ngritë si pretendim, kishim ndryshime edhe të datëlindjes, dhe ne këtu dyshojmë që datëlindja është ndryshuar në pasaportën e 2004-s, për t'ikur sepse nuk kishte asnjë shans të kalonte në aeroportin e Milanos, ndërkohë që ishte shpallur me dëbim nga shteti grek. Dhe po të shikojmë këtu, deklarata e Irenës kriminele, do t'i thoja unë, që thonte unë nuk di çfarë ka ndodhur me pasaportën, në fakt, ajo e di shumë mirë se ka dhënë firmën që pasaporta i është sekuestruar në shtetin grek dhe në fakt i është bërë dhe ekspertiza. Tani, ajo pasaport që Irena thot unë nuk di çka ka ndodhur, ka patur një afat 10 vjeçar, jo e dini. Po të shikojmë këtu, në 19 prill, Irena Gjoka Spata Maneku me 2 datëlindje, pra nuk ka ndryshuar vitin, ka ndryshuar vetëm datën e lindjes, ka nxjerrë pasaportën e re. 19 prill të 2004. Pra, në periudhën 10 vjeçare. Dhe po kështu, sipas vetë letrave që sot disponon Spaku dhe që ka mbyllur syt për të mos i parë, prandaj them që është bërë palë me krimin, është vetë kjo drejtori që thot ka marrë 4 pasaporta. Për çfarë i duan një gjyqtare, se ka qenë gjyqtare edhe në këtë moment? Për çfarë i duan një gjyqtare 4 pasaporta në një periudhë 10 vjeçare? Pra, në një moment ka ndryshuar mbiemrin, në një moment, po na ndodhi gjithëve. Dhe prandaj dhe sot ne i kërkuam Spakut që kush është arsyeja që është nxjerrë pasaporta e 2004-s dhe kush janë arsyet që janë nxjerrë dhe pasaportat e tjera. Po kështu është shumë problematik fakti që siç e thash, përveç se ka gënyer në formular ku ka thënë që nuk jam dëbuar, ka gënyer dhe në faktin që nuk ka jetuar më shumë se 3 muaj. Prandaj është falsifikuar, sepse duhet mos dilte i falsifikuar formulari, se formulari ka kaluar në procesin e vettingut dhe ka lënë gjurmë. Sistemin TIMS, ata kanë thënë që ne nuk do ta shohim ndonjëherë. Dhe ata çka kanë bërë, përveç se kanë bërë këtë budallëkun që e ëma figuron në Shqipëri edhe djali lind në Milano, kanë bërë dhe budallëkun tjetër që në moment që ka lind djali që i bie 15 maj, protokolli mjekësor nuk lejon gratë shtatzëna të udhtojnë në avion në 3 mujorshin e fundit. Prandaj dhe ne i themi si ka udhtuar, me qa ka udhtuar. 16 maj, 26 maj që i thojnë 10 ditë diferencë, vetëm kjo. Por të thash, synimi 23 në mos gaboj dhe më korrigjo ti, ka qenë dhe viti i skandalit të sistemit TIMS, verën e skandalit të sistemit TIMS, që në atë ko kemi ngritur pikpyetjen edhe me të tjerë në këtë studio dhe me Basir Çollaku me të tjerë. Po kanë dalë dokumentat. Po përveç asaj, për çfarë mund të ndërhyet dhe si mund të keq përdoren të dhënat e sistemit TIMS nga vetë shteti shqiptar. Dhe ajo që mua më shqetëson, shumë interesante. Ajo që mua më shqetëson është fakti që ky dokument është në dosje, jo kot ka një numër. Është volumi 2, ja kujtoj sërish ginekologut Klodian Braho, edhe ginekologu tjetër, sepse janë kthyer në ginekolog, të cilët veprimet hetimore i marrin në varësi të shtatzanisë të pandehurave që kanë, por unë i them, ne s'po e kuptojmë dot, kam folë me shumë mjek dhe nuk më kanë dhënë përgjigje. Dhe unë dua përgjigjen që e para kush e lindi fëmin, dhe e dyta sepse kjo provë ka qenë aty. Dhe pse kjo magjistrate duhet të ndroj disa herë emrin, mbiemrin, datëlindjet, pasaportat. A e kemi parë në çdo ngjarje kriminale? Pra topi tani ku ka ngelur pastaj që ka ngelur në dorë të Spakut. Ata kanë rastin e artë përtej çdo limiti të mundshëm të tregojnë dhe një herë që kanë bërë thjesht gabime njerëzore,
por nuk janë bërë palë me këtë bandë kriminale, sepse ju e dini shumë mirë, në çdo akt kriminal që ndodh në Shqipëri, personat, autorët apo viktimat, për ta mbyllur, i keni parë vetë, i thot vetë policia, kanë patur këtë emër, alias kështu, alias shu, alias shu. Po të kemi një gjyqtare që ti themi alias Gjoka, alias Maneku, alias Spata, alias Datlindje, alias 4 pashaporta për një periudhë 10 vjeçare, kjo është fytyra më e rëndë e sistemit të drejtësisë që në këndvështrimin tim duhet ketë një plugim, tamam se ai plugu që bën syri për aferat korruptive dhe kriminale të kësaj qeverie. Por ne do t'i shkojmë deri në fund dhe ne shumë shpejt po përgatisim